Dje kujtua me dhimbje revoltën e të burgosëve politik në Spaç. Sot kujtojmë po me të njëjtën dhimbje revoltën e të burgosëve të Çarbarit. Edhe pse në data të ndryshme kauza dhe qëllimi ishte i njëjtë. Ata u ngritën për një flamuar pa yll, për një Shqipëri si gjithë Europa, por në fakt u shtypën nga dora gjakatare e sistemit, e regjimit të Enver Hoxhës, e sigurimit të shtetit, e atyre që në vitin 1990 e deri sot u transformuan në demokrat dhe socialist, dhe nuk dhan asnjë të drejtë për ata disident që luftuan me mishë me shpirt për 45 vjet për të çistaluar regjimin komunist. Dhe sot, pa pikën e turpit, dalin po ata që dje ishin sekretar byroje e thonë që nuk ishte disidenca ajo që krijoi opozitën, por ishin shtresat e privilegjuara. Dhe në fakt, pasuria e shqiptarëve është në dorë të tyre, politika dhe gjithë ekonomia po në dorë të tyre. Prandaj ne s'kërkojmë asgjë tjetër, thjesht rehabilitimin dhe fitimin e të drejtave të atyre që u martirizuan për liri. Zoti i bekoft korifejt e lirisë, pasardhësit e tyre dhe të gjithë ata që duan një liri, demokraci dhe një Shqipëri si gjithë Europa. Nuk është vonë asnjëherë të bëhemi të gjithë bashkë, me intelektual, me njerëz të lirë, me shtresat e marginalizuara që s'kan përfituar asgjë, thjesht urrëtien, të japim Shqipërisë një alternativë të qartë dhe të jemi njerëzit e prosperitetit të vendit dhe jo të hakmarrjes, pra të ekuilibrimit të shtresave të shoqërisë.